Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, e falenderojmë Allahun, salavatet, përshëndetjet, selamet, u adërgojmë të dashnit Allahut Muhammedis sallallahu alaihi wasallam. Shikues të nderuar, vëllezër dhe motra, jem në këtë muaj të bekuar që ky muaj është me plot begati. Njëra prej begative të mëdha që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që të shumëfishohet vepra edhe muaj që njeriu i shton veprat e mira. Edhe shpërblimi i Allahut për robt është 70 herë më i madh në këtë muaj se sa muajt e tjerë. Pasi që e kem këtë dhunti në këtë muaj të Ramazanit, secili prej neve kena qef që të bëjmë një vepër të mirë, prej veprave të madhështore, sikurse janë veprat dhënia e sadakës ose humanitetit. Besimtari si besimtar duhet të sheh se Allahu si e ka vlerësu humanitetin në Kur'an. Allahu ka thonë në Kur'an: o ju të cilët keni besuar, jepni nga ajo që u e kem dhënë në prej pasurisë, para se t'ju vjen një ditë që ajo ditë nuk ka shitblerje, nuk ka ndihmë, vetëm se nëse don Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ka thirrë që njerëzit të jenë më human në këtë muaj të Ramazanit, për arsye se vepra është më shumë që pranohet tek Allahu edhe shumëfishohet shpërblimi tek Allahu në këtë muaj të Ramazanit. Allahu ka thonë, Allahu e shton sadakën, nëse njeriu jep në këtë muaj, dije se do të merr shpërblime të mëdha, po edhe do të shtohet shpërblimi, edhe do të shtohet pasuria. Se Allahu ka thonë, Allahu nuk e pakon pasurinë e një personit që jep lëmosh. Kështu që Allahu e shton pasurinë e njeriu që jep lëmosh, është fjala që jep nga pasuria e tij. Pa marrë parasysh se kujt i jep edhe sa bën humanitet me atë pasurinë tënde. Pasuria jote është mirë që të jetë në këtë muaj të Ramazanit në dispozicion për të ndihmuar të varfurit, nevojtarët. Edhe kjo është për të mirën tënde. Shpesh herë na ndëgjojmë njerëzit ngurrojnë, njerëzit nuk japin për arsye se pothuajse i ka hi ajo dashuria ndaj kësaj botës, ndaj pasurisë kësaj botës shumë në zemër, edhe kështu që i dhimbet për të dhënë. Në këtë muaj të Ramazanit na e kem më lehtë për arsye se zemrat tona më shumë qilen, durët tona më shumë qilen në këtë muaj se sa muaj tjerë, e kem më lehtë për dhënë edhe e kem më lehtë për ta shtoj dorën. Atëherë ta shtrim dorën se me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala neve na shton pasurinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka fregu asnjëherë varfërisë, edhe gjithherë shokëve të vet i ka këshilluar që ata të jenë shembull në humanitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që e kanë vizituar prej njerëzve të cilët nuk e kanë besu profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe gjatë vizitës kur kanë dalë prej shtëpisë tij, kanë pa në oborrin e tij bakthi me një numër mbi 1000. Edhe i ka këshirë dhe i ka pëlqyer ajo bakthi atij personit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vet, atë pëlqen kjo bakthi që po e sheh, po thot Muhammed, për arsye se e ka thirrë Muhammed sa i ende nuk e ka pranuar Islamin, po vetëm ka shku si vizitë për t'ia bërë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, po Muhammed më pëlqejnë shumë bakthit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha ja ka dhënë. Edhe ai ka met pa fjalë, pa tekst, kur ja ka dhënë gjithat pasuri. Ka marrë me veti atë pasuri dhe ka shku në fshatin e tij, te populli i tij, dhe i ka thonë, o popull, a vini me pranu Islamin e Muhammedit, për arsye se ishte një njeri që nuk i frigonte varfërisë. Gjitha këto bakthimi ka dhënë vetëm pse më kanë pëlqy. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë humanist, jo vetëm për besimtarët, por ka qenë edhe për jo besimtarët. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë gjithëve ata të cilët kanë ardhur prej vendeve të larta, edhe nuk i ka lënë durrthaqit të kthehen. E ka pas prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se secili njeri që ka shku ta viziton për herë të parë e ka kthi me durr bolluk. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithherë ka qenë human, edhe ka këshilluar që të jemi human, edhe na ka thirrë që të jemi
human për arsye se njeriu sa më shumë që të jetë human, aq më shumë Zoti u ashton pasurinë, se Allahu nuk e humb pasurinë nëse njeriu jep. Kështu që na kem edhe shembuj të ndryshëm për humanitetin, se humaniteti jo që vetëm të ashton pasurinë, po të ashton imanin, besimin, po edhe të formon në karakter, edhe të bën që të jesh zemër lirë, zemër gjerë, edhe nuk të bën që të jesh i ngurtë. Pastaj ti do të jesh njeri që do të jesh i pranuar në të gjitha shtresat e shoqërisë. Po krahas kësaj, ne dim se na vujmë edhe nga smundje të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse jepni humanitet, domethënë jepni pasuri nga pasuria juaj, do të jeni më të shëndetshëm. Domethënë edhe Allahu edhe shëndetin u harron njerëzve, edhe nëse janë të sëmur, Allahu e shëron nëse jep humanitet, domethënë bën bëmirësi. Ka raste që sot, domethënë edhe në rrjetet sociale sillet ky shembull që një person i cili ka qenë i sëmur nga zemra edhe nuk ka guxuar që të hyjë në operacion për arsye se nuk i kanë garantuar se del prej operacionit të gjallë, saqë i kanë thonë se ti vetëm 1% ka mundësi që të dalësh gjallë nga operacioni, kurse 99% ke mundësi me dalë i vdekur. Ka shku në vendin e vet edhe ka bën një humanitet me një grua që ka paguajt që për çdo javë nga ti merraje grua me një mishtore, nga 2 kg mish, për 1 vit ja ka paguajt mishin, aja ka bë lutje, dua, edhe humaniteti i këtij edhe lutja asaj gruas ka ndodhur që ua ka shnosh zemrën. Kështu që Allahu është ai i cili neve na ka kriju zemrat tona, mushkënit tonë, organet tona, jetën tonë, trupin tonë. Allahu është ai i cili e ma mirëqenjen, mirë, por na duhet që ta dim çelësin e mirëqenjes. Domethënë, nëse na japmi, do të jena më të lumtur, do të jena më të shëndetshëm, do të jena më zemërgjër. E kështu që mos ta harrojmë humanitetin këtë muaj të Ramazanit, se është edhe më me vlerë nëse jena më human këtë muaj. E lutim Allahun që Allahu na bën dëshlirë, zemërgjër, edhe të japmi nga pasuria jon, aq sa është Allahu i kënaqur, domethënë siç na ka urdhëruar Allahu duke thënë, mos e mani dorën të shtrenguar tek fyti, domethënë duke mos dhënë pasuri, po as mos e lironi krejtësisht dorën, që pastaj të jeni prej atyre që keni nevojë dikush tjetër më i ndihmu. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu gjitha humanitetet i pranon në këtë muaj të Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.